Pasi përfunduan provimet e maturës, për maturantët kjo periudhë është më rëndësishmja, pasi duhet të zgjedhin dekët e studimit në universitet. Drejtori i Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, tregon se nga këshillimi i karrierës me nxënësit, rezulton se programi më i preferuar i maturantëve ekselent është mjekësia. Për shkak edhe të numrit të madh të maturantëve që Zyra Vendore Arsimore ka, për shkak të shtrirjes së gjerë gjeografike që ka edhe Bashkia e Madhe Shkodër, ka edhe tipologji të ndryshme për zgjedhje që kanë bërë këto maturantë. Kemi maturantë që vinë nga shkollat private që kanë zgjedhur Universitetin e Shkodrës për të mbyllur ciklin 3 vjeçar bachelor. Kemi maturantë që vinë nga shkollat publike që po kanë zgjedhur Universitetin e Shkodrës. Kemi numër të madh maturantësh që vazhdojnë të përzgjedhin mjekësitë dhe degët e mjekësisë ose degët e IT-së. Pjesa më e madhe e maturantëve ndjekin studimet në universitetet shtetërore, kryesisht në Universitetin e Shkodrës Luigjë Urakuqi. Frekuenca më e madhe e përzgjedhjes në fakt është e universiteteve shqiptare dhe kjo në fakt edhe ne na kënaq sepse duam që studentët tanë, maturantët tanë të përfundojnë ciklin e studimeve këtu dhe sigurisht vazhdojnë pastaj të japin edhe kontributin e tyre këtu tek ne në Shqipëri. Për shkak të këshillimit të karrierës të zhvilluar gjatë vitit shkollor, maturantët janë të gatshëm të fillojnë rrugtimin e tyre në formimin e mëtejshëm akademik në fusha të ndryshme.